Mirë se erdhët, zonja dhe zotrinj, jemi drejt për së drejti në Top Ekonomiku, takohemi së bashku nga e hëna në të premte. Në këtë episod do të flasim për dy tema të ndryshme, do të nisim pjesën e parë me krizën e strehimit dhe çmimet e shtrenjtuara të qerave në Tiranë, të cilat po rriten me ritme rekord, duke u kthyer në një nga faktorët kryesorë që po mban të lartë inflacionin në vend. Sipas të dhënave të Instat dhe Bankës së Shqipërisë, vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti qerat janë rritur me 7.8%, niveli më i lartë historik. Ekspertët e tregut thonë se turizmi, mungesa e apartamenteve për qerafa gjatë, por edhe zhvlerësimi i euros kanë krijuar një efekt zinxhir që po e bën gjithnjë më të shtrenjtë jetesën me qera, sidomos në kryeqytet. Ndërkohë në pjesën e dytë do të flasim për paqen fiskale, disa prej sigurisht referencave dhe zbërthimit të fundit të ligjit për paqen fiskale është bërë në fakt i ditur vetëm ditën e sotme. Kam të ftuar në këtë pjesë të parë të programit në studio paralele Floresha Skëndo, eksperte e pasurive të paluajtshme, mirë se erdhe në program. Mirë se u gjeta. Arber Brahaj, ekspert i pasurive të paluajtshme gjithashtu, mirë se erdhe në program. Mirë se u gjej. Do të jetë në një komunikim online Reinaldo Pipiria, ekspert i pasurive të paluajtshme gjithashtu. Mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi me ju. Mirë, përpara se fillojmë analizën dhe diskutimin në studio, kemi përgatitur një kronik në fakt lidhur sigurisht me temën edhe me problematikën e shtrenjtimit të qerave. Le ta ndjekim së bashku. Marrja një apartamenti me qera po kushton gjithmonë më shumë. Shifrat e Instatit tregojnë se vetëm në muajin prill qerat ishin 7.1% më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në raport me muajt janar dhe shkurt të këtij viti, ritmi i rritjes është ngadalësuar lehtë, por mbetet në nivele rekord. Për 4 muajorin e parë të vitit, çmimet e qerave rezultojnë të janë rritur me 7.8%, një nivel 4 herë më i lartë se viti i kaluar. Tregu i pasurive të paluajtshme po përjeton një efekt zinxhir. Rritja e blerjeve të apartamenteve për investim dhe dhënieve me qera po ushqen më tej shtrenjtimin e tregut të qeradhënies. Ndërkohë Banka e Shqipërisë vlerëson se pas kësaj vale rritjeje qëndrojnë 2 faktorë kryesor: mungesa e apartamenteve për qerafa të gjata dhe ndikimi i kursit të këmbimit. Për shkak të zhvillimit të turizmit, shumë banesa që më parë jepeshin me qera mujore janë kthyer në apartamente për qera ditore apo javore në platformat online si Airbnb dhe Booking. Nga ana tjetër, zhvlerësimi i euros ka bërë që një pjesë e pronarëve të mos i japin më pronat me qera në euro, por në lek, duke rritur automatikisht koston për qytetarët. Jemi në studio. Arber, si e sheh këtë fenomen? Pse historikisht më shumë se asnjëherë më parë arrin në këto vlera qerat? Tani, rritja si vjetshme ishte rritje përtej asaj që ishte e parashikuar, një rritje 7.8% për 12 muaj, duke krahasuar me... Po kemi dhe grafiku në fakt për çmimet e qerave që mund ta komentojmë. Mund të pranohet që një 2% ka të bëjë kursi i këmbimit, cili ka humbur gjatë 12 muajve 2-3 pikë përqindje. Pjesa tjetër është ajo që është te masa normale, oferta e ulët për qerafa të gjata. Duke qenë se tregu ka lëvizur në mënyrë eksponenciale drejt qerasave të shkurtër, është krijuar një vakum, ka më shumë ndoshta kërkesë se sa ka prona, të paktën në disa zona të caktuara, dhe ku ka më shumë kërkesë, rregull ekonomik, çmimet rriten në farësi të kërkesës. Problemi kryesor për të gjithave është qerafa e shkurtër, e cila ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në treg. Qartë. Mirë, sa variojnë çmimet e qerave? Qerat duhet marrë me zona. Zonat qendrore, të cilët janë zonat ato zona që të lejojnë të përdorësh pak makinën, ose zonat cilat çdo gjë mund ta kesh afër, qerat kanë arritur pothuajse në mesatare 10 euro për metër katror. Pra, një apartament rreth 90-95 metra katror, akomodim për një familje të vogël ose familje me 2 fëmijë, është afruar 800 deri 1000 euro si bazë qeraje. Zonat më ekonomike, pastaj që janë pak më të lira, janë ato zona që nuk kanë ato kërkesën e madhe për qerafa të shkurtër, Shkoz, Alidem, Poligrafik, pjesa e bulevardit të ri që lidhet me rrugën e Burgut, rruga Jordan Misja, dhe disa zona tjera sporadike, zona e qendrës spitalore në Tereza e tjera, zona cilat nuk kanë të kërkesën e madhe për qerafa të shkurtër, dhe aty oferta nuk është ulur, ka akoma mundësinë që të marrësh diçka
shumë herë më shtrenjtë se para 2-3 vjetësh. Po sa variojnë këtu përgjithsisht, nëse në zonën qendrore shkonin në 1.000 euro Të këtu? pamobiluara diku rreth 6.5-7 euro për metër katror. Pastaj ka diferenca në varësi nëse janë të mobiluara. Po, ma përkthe kështu më thjesht. Le ta marrim shembullin njëjtë. Për një shtëpi 100 metër katror diku nga 500 deri në 600 euro. 500-600 euro. Mirë, Reinaldo, paga mesatare në fakt është 800 euro. Si duhet të mbijetojë një familje në Tiranë, e cila nuk e ka një shtëpi të vetëm, por është e detyruar të jetojë me qira? Me bonus qiraje, duhet bashkia të mund të mbështesë. E vërteta është që tregu i real estate-it, po edhe strehimi, fatkeqësisht po mban të gjithë barën e mbështetjes së sektorit të turizmit për sa i përket kapacitetit akomoduese. Kështu që është shumë e vështirë duke pasur parasysh edhe inflacionin që ka kryer kursime, por në të njëjtën kohë ka rindur edhe koston e shportës bazë. Prandaj kur kemi qenë para rreth 2 javësh, 3 javësh nëse jam gabim duke folur për fushatën e fundit që ka bashkia për strehimin, po themi me kreditet buta, kjo mund të jetë një lloj zgjidhje që paktën të shkëtojnë presionit në rritje të çmimeve të tregut shoqërar të drejtohen drejt mundësisë financimit e të pasjes së apartamentit të shtëpisë së tyre. Megjithatë ka shumë gjëra që mund të bëhen më mirë. Mendoj që pjesa e shpërndarjes së përfitimit, sepse është vërtet që duhet të mbështesin sektorin e turizmit, i cili ka njohur boom këto 4-5 vite, po sjell kapitale, po sjell investime në vend, do duhet të shpërndajmë gjithë shoqërinë. Dhe që shpërndajmë gjithë shoqërinë, do duhet të fillojmë të mendojmë dhe të lëvizim me sistemin e taksimit dhe të incentivojmë jetesën e denjë të këtyre familjeve të reja, të cilat mund të kenë të ardhurën 800 euro për një familjar, po themi 1.600 euro të dy prindrit, ose të dy, po themi burë grua. Mirë, Floresha, si paraqitet situata në qytetet të tjera? Për shembull, jo më larg se sa java shkuar, ishte një kronik në edicionin informativ në Top Channel, ku njëkohësisht përmendte Korçën si një ndër qytetet ku qerat janë rritur në mënyrë të shpejtë. Ju keni një eksperiencë si përmarrëse, për shembull në qytete të ndryshme, bregdetare, në Vlorë, si është situata aty? Atëherë, është shumë interesante të kuptosh që trendet kanë lëvizur, faktikisht kanë ndikuar shumë dhe deklarimi. Arsyeja është sepse tashmë ne kemi statistika, sepse njerëzit deklarojnë. Njerëzit regjistrohen në platforma dhe kjo bën që të jenë dhe më të dukshëm të realizojnë kontrata fatgjata, të marrin çmime reale dhe të matshme me tregun, por ndërkohë dhe të jenë të deklarueshëm dhe të statistika për ne që mund të interpretojmë. Interesante është çfarë ka ndodhur në qytetin e Vlorës, pavarësisht se është një qytet që 10 muaj në vit është pothuajse në gjumë, por pjesa e verës ka qera vërtet e larta, janë qera jo më 2-3 ditore si ndodhë në Tiranë, po janë 10 deri në 15 ditore, dhe janë tarifa shumë interesante, janë të krahasueshme me Italinë, me Kroacinë, por ka shpresë dhe për zona pak më periferike, por që... Mirë, përmendët që turizmi në fakt edhe qerata fatshkurtra janë faktorët kryesorë në këtë rritje të çmimeve. Përmendit disa alternativa, Reinaldo, për zgjidhjet mundshme të situatës, çfarë sugjeroni ju? Zgjidhja vetme e situatës është duhet të ndryshoj komplet qasja përkundrejt të sektorit qerave fatshkurtra. Pra duhen hequr të gjitha benefitet që janë dhënë këtij lloji biznesi në mënyrë duke mos zbatuar ligjin. Nuk kërkohet asgjë më shumë, thjesht zbatohet ligji. Të gjithë që kanë qera fatshkurtra duhet të regjistrohen si biznes, duhet paguajnë taksa bashkisë për metrat katror si biznes, dhe duhet paguajnë TVSH, siç është neni 53 i ligjit për TVSH-n, 8% si struktura akomoduese. Në moment që aplikohet ligji, dhe janë të gjitha në ligj, mas aplikimit tyre është realisht nuk ka rrit kuptohet pse, do sillte një dekurajim për persona që të investonin në qerana fatshkurtra dhe do rriste oferta nga qeraja fatgjatë. Në moment duhet kuptojmë, janë 14.300 biznese të regjistruar vetëm platformat Booking dhe Airbnb, qera fatshkurtër, apartamente. Shumica tyre janë 1+1 gasonjere ose 2+1 të vogla. Janë ajo pjesë e tregut e cila është më tepër nevojë, çiftet e reja, personat të cilët nuk kanë aftësinë ekonomike. Pra, janë apartamentet më të kërkuara. Është më të kërkuara dhe që teorikisht duhet ishin më të lira, po të ishin me qera afatgjatë. Pra janë ato që godasin me njëherë shtresën e varfër, shtresën e mesme, që duan të jetojnë të shkputën nga familja, të kenë një apartament ndoshta të tyre me qera në Tiranë. Nuk duhet asgjë më shumë, vetëm zbatohet ligji. Duhet të regjistrohen për TVSH, qeraja në 2 muaj është subjekt TVSH-je,
duhet paguajnë detyrimet e tyre kundrejt bashkisë si subjekte tregtare, duhet të kenë një njip të regjistruar, të paguajnë tani nëse janë persona fizik kanë goxha benefite, por ama të jenë të regjistruar. Në vetëm këtë mënyrë dekurajohet, sepse po vazhdon të kenë një dëshirë për të investuar në qera në afat-shkurtër. Ne shikojmë vit për vit. Është një biznes në boom. Është një biznes boom, por kjo edhe për blerjen është pak nuk arrin të gjesh apartamente 1+1 në zona rreth rrotull qendrës ose zona që të cilësohen të prirura drejt turizmit në Tiranë për shitje. Duhen marrë hapa ose thjesht duhet zbatuar në mënyrë rigoroz ligji. Reinaldo, megjithatë më lejo të marr disa shembuj nga Europa, nga metropolet e rëndësishme, nga kryeqytetet ku jo të gjithë e përballojnë dot jetesën aty. Zhvendosen nëpër qytetet më të afërta, qoftë edhe nëse punën e kanë në kryeqytet. A ka ardhur koha të ndodhë dhe kjo me Tiranën? Jo, unë e kuptoj si ndodh në Europë, po në Europë ka infrastrukturë. Pra nëse do të shkosh dhe të jetosh nëse do shkosh dhe jetosh në Vorë, nëse do shkosh dhe jetosh në Vorë, apo në Kamës, apo në kombinat, apo në Shijak, pra do duhet kuptojmë që vërtet mund të themi familjeve, shiko, kjo është momenti që ne duhet ndajmë barën bashkë, duam të japim një boom ekonomisë dhe duhet mbajmë barën e turizmit, por të sigurohemi që kudo që ti jetosh në çdo cep të Shqipërisë, të kesh të njëjtën standard jetese, të njëjtë mundësi për transport dhe të njëjtë mundësi për të rritur fëmijët. Kështu që e kuptoj idenë e perëndimit, por mendoj që Shqipëria nuk është në nivelin e perëndimit. Mendoj që ne si Shqipëri përtej po themi zbatimit, patjetër që zbatimi i ligjit është minimumi. Pra taksoni je duke marrë përfitimet e kësaj ekonomie, do duhet të kontribuosh mbrapsht në këtë ekonomi. Në të njëjtën kohë do duhet të ndryshojmë perceptimin tonë për sa i përket hapësirës publike dhe të mira publike. Hapësira publike nuk është vetëm trotuari që të vendos bashkia në dispozicion. Në momentin që ti merr një leje ndërtimi, ti konsumon truall, në momentin që ti ke 10 shtëpi, ti e do konsumuar jo vetëm tokën, po e do konsumuar edhe ajrin e përbashkët, do konsumuar edhe gjelbërimin e përbashkët dhe gjitha. Dhe këtë mundësi që të ka dhënë ky vend, ky ekonomi, të kesh shtëpi edhe të mbash mbyllur, pa të dhimbsur dhe pa të hyrë asgjë në këmbë, asnjë taks, është njësoj sikur ti të kesh një, si të kesh 10, mendoj që nuk duhet të jetë më. Një mënyrë është të paguajnë ata që kanë Airbnb-n dhe mbi të cilën ne po kontribuojmë bashkë duke përballuar çmime më të larta strehimi, patjetër versionet që të ardhur për taksat. E dyta është do duhet jo të presim 2028, po të silemi si europian sa më herët jetë e mundshme, të mund të mendojmë skemën për të taksuar ato apartamente të cilët sot rimbyllur. E ke kudo në botë që ka skema incentivuese dhe dekurajuese për ta mbajtur pronën jashtë përdorimit, jashtë qarkullimit. Nuk mund ta mbash një pronë që unë kam dhënë si shtet leje, qoftë kompani ndërtimi që mban pashitur, por qoftë individ nuk mund t'i mbash. Si mbajnë se nuk taksohet mjaftueshëm prona pra. Nuk taksohet mjaftueshëm prona, nuk incentivohet, nuk nxitet vënia në përdorim e kësaj prone. Dhe nuk ka zero presion, ka zero kosto, kanë parkuar parat këtu, le të ri këtu derisa të marr përfitimin pas 5 vitesh, por nuk duhet të jetë më kështu, duhet ndryshojnë rregullat e lojës. Dhe ka skema të paktën perëndim, ka skema të ndryshme që të nxitin që ti apartamentin e dytë që ke brenda në dy qytet, se mund të kesh Tiranë edhe 3 prona, vendosin përdorim. Në moment që ti vendos përdorim, qoftë pjesë të programeve të strehimit të bashkisë, pra bonuset e qeras, qoftë pjesë të programeve të endit kombëtar banesave, qoftë një qeraje normale apo gjatë, atëherë ti ke incentiva, pra ke inkurajime, ke ulje në taksa, ke mbështetje me programe të ndryshme. Kështu që mendoj kjo është mënyra. Unë nuk besoj që kemi më nevojë që enti kombëtar banesa apo bashkia të japi leje ndërtimi për të ndërtuar banesa sociale. Kemi diskutuar edhe kur isha në studio, kam mjaftuar inventar në Tiranë, stok tashmë që rimbyllur që duhet të ndërhyjmë dhe t'i hedhim në treg që të lehtësojmë barën e këtyre familjeve të reja, sidomos të cilët duan të jetojnë në Tiranë dhe duhet të jetojnë në Shqipëri. Qartë, mirë. Megjithatë duket se situata edhe në Europë nuk është aq premtuese. Le të marrim pak së bashku shembullin e Athinës dhe çfarë ka thënë kryebashkiaku aty. Është një kronikë edicionit lajmeve në Top Channel, le ta ndjekim së bashku dhe rikthehemi për komente në studio. Në zemër të Athinës, rrugët e ngushta dhe zonat arkeologjike janë të mbushura me turistë që ndjekin nga pasguitat e tyre. Por për kryebashkiakun socialist Haris Dukas, fillimi i sezonit turistik rrezikon mbipopullimin e qytetit dhe humbjen e origjinalitetit të lagjeve për shkak të zhvillimit të pakontrolluar. Athina, deklaroi ai, nuk mund të funksionojë si një hotel gjigant.
ndërsa këmbgul të vendosen rregulla dhe kufizime. Vitin e kaluar kryeqendrën e Greqisë e vizituan mbi 8 milion njerëz, një rekord ky historik. Qëndrimet afatshkurtra në lagjen e njohur Plaka janë dyfishuar që nga viti 2018 sipas një studimi të fundit. Infrastruktura e qytetit nga rrjeti elektrik te furnizimi me ujë po përballet me një presion të madh për të përballuar 700.000 banorët e tij plus miliona turistë. Dukas i zgjedhur në vitin 2024 me mbështetjen e partisë opozitare PASOK ka mbjellë mbi 3.800 pemë dhe po përpiqet të frenojë ndërtime të shumta në zonat kryesore turistike, përfshirë ngritjen e strukturave shumëkaqe pranë Akropolit. Ai synon të kufizojë aktivitetin turistik në zonën e Plakas dhe të inkurajojë turistët të zhvendosen në lagje më pak të mbipopulluara. Po kështu propozon ngrirjen e lejeve të ndërtimit për hotelet e reja, i frymëzuar nga kryetari i Bashkisë së Barcelonës, i cili do të ndalojë qirat afatshkurtra nga nëntori 2028-s e do të anulojë lejet për mbi 10.000 apartamente në mënyrë që qyteti të bëhet më i banueshëm. Pra, Athina duket se ka marrë si shembull dhe si risi anullimin e qirave afatshkurtra dhe ndalimin e lejeve të ndërtimit. 8 milion turist, por vetëm 700.000 banor, ka thënë kryetari i Bashkisë së Athinës, ne nuk jemi një hotel gjigant. Flora, si e shef këtë? Atëherë, ata kanë arritur të realizojnë të gjitha pritshmëritë që kanë pasur, e kanë arritur qëllimin e tyre dhe tani janë në fazën që ripozicionohen, riorganizohen dhe e rikthejnë qytetin për banorët e tyre. Por ne nuk jemi tek kjo fazë ende. Ne jemi ende në fazën që po zhvillohemi, zhvillimi po ecë përpara, ndërkohë që edukimi financiar për këtë zhvillim është ende shumë larg, sepse ju rikujtoj që shumë kohë më parë nuk kishte asnjëri një pronë, papritur me një vendim qeverie u privatizuan dhe gjithë shqiptarët u bën me një apartament, u bën me një banesë, u bën me një godin, u bën me një dhomë dhe kuptuan çfarë ishte të kishin një pronë. Sot ka kaluar në një fazë se ata kanë të drejtën ta blejnë këtë pronë, kanë ribler, kanë reinvestuar, kanë lënë me qira, kanë rishitur, i kanë kaluar të gjitha ciklet, por kanë mbetur mbrapa te edukimi financiar, çfarë të bëjnë me to. Dhe ajo që do duhet, unë mendoj, është një edukim financiar shumë i fortë ose sugjerimi i fortë i të gjithë atyre që duan të investojnë dhe duan të fokusohen te ky treg, si qiradhënia afatshkurtër, hoteleria apo qiradhënia afatgjat, të këshillohen me ekspertët. Pyesni një ekspert, orientohuni te ekspertët, informoni mbi ligjin. Më pas do doja vërtet ta mbështesja dhe kolegun që sugjeron që të rriten taksat, të aplikohen taksat dhe njerëzit jenë të ndërgjegjshëm çfarë bëjnë me pronat e tyre. Nuk mundesh thjesht të blesh dhe t'i vësh drynin ose ta kthesh në Airbnb pse po e kthejnë 10 komshive të tjerë. Jo çdo formulë, jo çdo format biznesi është efektiv për të gjithë. Pra unë i mësoj edukimit financiar. Edukim financiar, thot Floresha, ndërkohë i rikthemi edhe pak më shembullet që sollëm pak më herët, ama po shndrohen gjitha qytetet e mëdha në një hotel gjigant, se më pëlqeu kjo mënyra që kjo tok fjalësh. Athina është shembulli më perfekt për diskutuar në Shqipëri, sepse Athina është i vetmi kryeqytet evropian i cili jetojnë 7% e popullsisë të shtetit. 7% e popullsisë greqisë jetojnë në Athinë dhe rrethina. Si tillë, duke qenë se ne Shqipëria është diku tek 42%, por projekcioni i Instatit thotë që Tirana do rritet edhe me 6.6% deri në vitin 2031. Ajo çfarë ndodh në Athinë duhet parë me vëmendje sepse duhet krijuar edhe një ide se çfarë mund të ndodhi në vazhdim. Për momentin situata është e keqe për sa i përket tregun qerave, por ama është sërish e përballueshme nëpërmjet sakrificave. Ajo që do ndodhi nëse nuk vjet dorë në qirat afatshkurta dhe deri në vitin 2031 në vërtet Tirana rritet me 6.6%, po flasim për gati 45.000 banorë të rinj në Tiranë, atëherë do drejtohemi realisht drejt një krize strehimi. Krize strehimi si për qira, por ashtu edhe për blerje, sepse do të kuptuar që një pjesë atyre që do vinë me një ide akoma më të thjesht financiare dhe nuk të rëmben nga çmime 3.000 ose 4.000 euro metri katror, siç po edhe po shohim këto kohë. Amdje, disa zona, varësi nga vinë, këto mund t'ju duken dhe çmime të ulta, për vendin nga vinë ata. Duhet punuar, e vetmi plan që është sot afatgjat është katastër fiskale, e cila do realizojë tatimin e apartamentit 2, apartamentit 3 etj. Është një projekt i financuar nga qeveria suedeze. Duhet avancuar me projekte të tjera, me taksime të reja ndoshta,
për të krijuar mundësinë që për qytetarët në fillim të ketë akomodim, të ketë mundësi zhvendosje në Tiranë, të ketë mundësi strehimi, shkollimi të fëmijëve, ka disa zona të Tiranës që janë pa shkolla. Turistët mund ndihen shumë mirë sepse nuk ju duhet, por ama për qytetarët e tyre është jashtëzakonisht jetike. Duhet punuar shumë mirë me infrastrukturën, duhet punuar shumë mirë me idenë për të krijuar një qytet për qytetarët dhe më pas për turistët. Shqipëria është e mrekullueshme, turistët mund të vizitojnë shumë vende të tjera, por ama Tirana duhet investuar më së shumti për idenë e qytetarëve dhe akomodimet për pjesën e hoteleve. Qartë, mirë. Rinaldo, në fakt kalojm pak edhe te shembulli i Barcelonës, i cili bëri absolutisht bujë para disa vitësh kur vetë qytetarët në fakt u çuan në protesta sepse kishin gati të pamundur të përballonin qërat dhe jetesën në këtë qytet teje turistik. Arber sapo tha në studio që duhet në fakt të kemi shumë kujdes sa i përket ndërtimit të një qyteti për qytetarët, për banorët e saj dhe më pas për turistët. Gjatë, a është kjo gjithmonë e mundur, duke Flora pak më herët tha kemi pjesën jemi akoma një vend në zhvillim e sipër, pra nuk e kemi mbyllur ciklin, kështu që Rinaldo, nëse jemi okej. Po, ndjesë, se kisha një shkëpudi. Unë fatikisht do të kthesha, pra nuk jam për versionin e Barcelonës, po jam për versionin e Greqisë. Di që para 2 vitesh, ose në mësë nga bim vitin e kaluar, Greqia ka marrë dhe një hap tjetër që ka përjashtuar nga taksat këdoj cili do të trishte pasurinë e paluajshme nga qerafa shkurte dhe fuse në tregun e qeras afatgjate. Në të njëjtën kohë, dua të ndjek edhe shemblin e Amerikës, që incentivon lejet e ndërtimit, pra inkurajon lejet e ndërtimit të cilat janë në funksion të programit Section 8, pra të ndihmës sociale. Kështu që mendoj që nuk duhet të kalojmë, unë nuk jam pro i po themi rebelimeve në këtë drejtim, por jam pro i ndërhyrjeve me sistemin e taksimit. Rasti Greqisë, përjashtimi për çdo i cili do të japim me qira afatgjat, mjafton ta deklarojë, ta ketë kontratë, ta vendosin programin afatgjat, dhe rasti Amerikës, ato leje ndërtimi, ato kompani të cilat zhvillojnë projekte në bashkëpunim me qeverinë, me shtetin, me pushtetin lokal, dhe i vendosin në përdorim të programeve të strehimit me pushtetin lokal, po themi. Këto 2 raste mendoj që mundet të shpëtonin pak a shumë Tiranën, do t'i jepni alternativa ku kujdo në shtresën e mesme që mund të kërkonte strehimin. A mund të jemi së shpejti të përballur me një krizë strehimi, sikur se quajti Arbri? Faktikisht nuk e mendoj të mundur krizën. Po, Flora atër, po. Unë nuk e shoh si krizë pasi së pari ne nuk kemi një regjistër të pronave. Do të thotë që çfarë qarkullon sot në database real estate-esh, statistikat që ne kemi të çmimeve dhe gjithçka, është vetëm e një pjesë, një parcele, e një cope të tortës së tregut. Nuk është i gjithë tregu. Nuk janë të gjitha njësit, mungojnë shumë. Që do të thotë që e para hajtë bëjmë transparent, dalim me statistika reale dhe pastaj bëjmë një plan aksioni. Nuk mendoj që do të ketë një krizë strehimi, as pak sidomos Tirana, kur ndërkohë që numri i banorëve paksohet, pavarësisht se ka prurje të rregullta, jo vetëm lëvizje socio-ekonomike, arsimi e të tjerë, por dhe prurjet e stafeve të huaj që vendosin të punojnë remotely në Tiranë, apo Filipinasit dhe Bangladeshit Teams që vinë rregullisht për projektet e reja, mendoj që ne na mungon struktura dhe infrastruktura. Pra, e para, të kemi një regjistër pronash, ku të dihet saktësisht sa njësi janë, ku janë, cilat janë të dhëna me qira, cilat banojnë nga vetë pronarët, cilat janë harruar, cilat i kanë pronarët ende në emigracion dhe rinë të mbyllura. Arber, po? Kadastra fiskale, projekti 2028. Absolutisht po, por ne po krahasojmë Amerikën, Barcelonën, Athinën, ndërkohë që ata i kanë zauruar këto në vitet 30. Ne jemi në 2026 dhe po flasim me një pjesë të informacionit. Pra ne po punojmë me një pjesë të tortës të aseteve të pronave që ekzistojnë. Dhe lejet e reja që janë dhënë do të krijojnë asete të reja, duke diversifikuar dhe portofolin dhe mundësit, si për akomodim strehim. Po të shikosh krahasimin e çmimeve të qerave, nga bloku deri te Astiri ke një diferencë 2.300 euro. Pra, nga pika me ullët e pika me lartë. Midis tyre ke aq shumë oscilacione dhe alternativa, sa nuk imagjinoni dot. Dhe në blok dhe të liqeni, vërtet thuhet 1+1 është 700 deri 1500 euro metri, për një apartament mobiluar mirë, me ca kritere, me hapësira parkimi, por dhe brenda atij grupi ke apartamente me çmime qesharake, që janë 300 euro në muaj,
E kuptoj, pra ka variacion, do të thuash nuk përballemi me një krizë. Janë ato që nuk janë në sistem, pra ne nuk i lexojmë dot dhe duket sikur janë të ndara me thik, nuk janë të ndara me thik. Është thjesht tregu i pa sistemuar ende. Arbër për ta plotësuar se Doja të shtoja ta jep edhe me raste specifike, struktura shtetërore e lutjes informacionit për pronat është në tema e dobët. Has për ditë, policinë bashkiake, zyrën e tatimeve taksave, cilët shkojnë një pasuri dhe pyesin kush është pronari. Shteti nuk mund të pyesë kush është pronari, shteti do ta ketë atë informacion, do ta ketë më një herë. Fakti që regjistrat janë pa aksesueshme, të aksesueshme vetëm nga SHK-ja, duhet ndryshuar ligji i SHK-s patjetër. Duhet të kenë shumë institucione të tjera akses, paktën për të parë metra, vitin që është ndërtuar, vitin që është regjistruar, vlera fiskale, edhe për arsye statistikore. Ne duam të krijojmë statistika dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që ti të aksesosh vetëm njërin seksion të dhënave, pa pronar, pas asnjë informacion shtesë nga struktura se si shteti e mban informacionin për pronat e paluajtshme duhet ndryshuar. Fakti që bashkitë shpeshherë nuk kanë informacion për pronat është e patolerueshme. Në moment që Policia Bashkiake, inspektorët e bashkisë i kërkojnë dokumentacionin personit që po inspektojnë, se personi që ka shkuar kontrolluar, është diçka që nuk është e kuptueshme. Faleminderit projektit suedez që po investon për kadastrën fiskale, shpresoj mos dështojë sepse ka dështuar edhe 2 herë tjera më përpara kadastra fiskale, që të krijohet një databazë të paktën e plotë e veprimtarisë Pra tregtare. presim 2028-ën. Reinaldo, e fundit vetëm po apo jo, mund përballemi me krizë strehimi, jemi për 10 minutazhet. Shqiptare, një e mirë që ne nuk kemi pasur kriza është për shkak se kemi një pjesë grip. Kështu që besoj që a pjesa grip po dalin në teren sistemohen. Falenderoj shumë, Reinaldo. Arbër, faleminderit. Floresha, faleminderit gjithashtu. Kjo është pjesa e parë e programit, shkojmë publicitet.